prodhojmë ofër gjysmë milioni fidonët. Sot kemi 4 dhjetore hapësirë serat. Janë dikon 60 lloje të luleve. Një fitim i mirë për mos me shku në mergim. Të ju falenderoj bashkëshortës e cila ka qenë insistuese për këtë punë ta prodhojmë fidonët, specit dhe domateve. Ma vonë shkum duke i rritur edhe tash prodhojmë edhe fidonët të luleve. Parafërsisht tash prodhojmë ofër gjysmë milioni fidonët gjitha, lule, spec, domate, trangoj e këtu. Në vitin 2009 na kemi filluar me një serë një ari, të cilën e kemi improvizu vetë dhe e kemi marru vetë dhe ja kemi fillu me punu. Nga ajo serë, pastaj kemi filluar gradualisht të rritemi, murëm një serë 5 are, pastaj murëm 10 are, të gjitha këtu me mjete vetanake. Në fillim ka qenë shumë vështirë. Nuk e kemi ditë këtë profesion bashkë mirë, po me kalimin e kohës, kur të don një sen atë edhe përveçson edhe merr me dashje dhe kemi arritur rezultat mjaftueshëm. Sot kemi 4 dhjetore ose 40 dhjetore hapësirë serat, të cilat i kemi ndërtuar me mjete vetanake tonat. Kemi fillu me prodhimin e fidonëve, tash kemi dikon 12 lloje të specit, kemi të domateve dikon janë ja 10 lloje, trangoje kemi 3 lloje, kemi lulelakën, kemi brokoli, kemi fidonet të pjeprit, të lagë dhe të terër, kemi të bostonit, kemi lloje kungulleshave, kemi fidonet të ndryshme të perimeve. Ndërsa nga lulet, parafërsisht janë dikon 60 lloje të luleve. Gjithherë kom pas besimin e plot edhe gjithherë kom pas mbështetje se do ta muj atë që kam filluar dhe do ta ngres punën time që e kam. Në fillim, pasi nuk mujta të kyqem në FSK, edhe e mora një serë të vogël një are. Bashkëshortja nuk tha, unë tha do ta filloj këtë punë edhe këtë. Pas një kohë mu më thërën prapë në shërbim të Forcës Sigurisë Kosovës dhe i thash se do ta shesim me ta. Tha jo, tha do ta, unë tha do të merrem me ta. Edhe i kam ndihmuar dhe kemi ardhur deri te kjo ditë. Shumë e suksesshme për ne. Tash unë inkuadru edhe djemt, i kena pas edhe vajzat që i falenderoj shumë, kanë punu së bashku me neve. Ne në Fidanishte fillojmë në janar, zakonisht me 5 janar fillojmë punën e fidonëve, vendosja e forave në kaseta. Nga kasetat pastaj vendosëm në ato gotat, saksijat e vetët të cilat janë, dhe deri tash që kem fluksin më të madhin të shitjes që kem nga 15 prilli e tutje. Ne jemi prodhues serioz, të cilët i falenderojmë gjithë klientët tonë të cilët na kanë zgjedhur neve si Fidanishte doni lije. Ata kanë besim shumë të madh te na ku edhe ne ju japim edhe supozime, ju japim edhe këshilla se si duhet të mbrohet perimet nga smundjet e ndryshme. Ajo ka qenë koreksia jonë edhe shitja kaq e shpejtë e fidonëve, siç e patë edhe ju, fidonëve të specit dhe domate. Deri dikon muajin e 9 jemi me lule sezonale. Ndërsa lulet të cilat janë shumë vjeçare, zakonisht e kemi edhe mbikëqyrjen e tyre gjatë tërë vitit, do të thotë 12 muaj. Ne kemi klientë shumë, kemi nga Prishtina, fshatat e Prishtinës, nga Podujeva, nga Drenasi, nga Skënderaj. Kemi pas rast të vinë edhe nga Gjelani. Ju kisha bu thirrje gjithë të rive në Kosovë, të cilët nuk janë të punësuar. Ta punojnë këtë punës edhe në Kosovë, është një fitim i mirë për mos me shku në mergim. Asnjëherë kam qenë edhe kështu, edhe para lufte nuk kam dashur që i kemi pas shumë kushtet e vështira, si nga okupatori të cilat na kanë ndjekur, po edhe ka pasuria të cilën nuk e kemi pasur këtë luks tash që e kemi, edhe asnjëherë nuk më ka shku mendja ta lëshoj vendit.
edhe nuk do ta lëshoj asnjëherë vendin tim. E kemi një familje të cilën e falenderoj shumë, të cilët vinë komplet si familje, punojnë të ne, ndërsa për punë, trit nuk e dojnë këtë punë. Pak është e zhegitshme, është pak temperaturat pak larta, pak është e mundimshme. Nashta është edhe vështirë për ta, po ma mirë është dikon se hiç. Ju kisha lutë trive, sikur që e kam lutë edhe djalin tim, të cilën ka jetu 7 vite në Suedi, dhe është kthyer prapë në punën e vet, të cilën e ka gjetë këtë biznes të hapur. Edhe ju kisha lutë gjithë të rive të punojnë aq sa munden, dhe mos ta lëshojnë të punojnë për veten e tyre, edhe të punojnë për atë dhejën e tyre. Ai ma ka tregu një pagë të cilën e ka marrë atje, po ajo pagë në fund të muajit pak i ka mbet nga ndjesha. Ndoshta me pas punu ndonjë punë tjetër, nashta i kishmet, po siç e ka pas punën ai, nuk ka mujt me jetu bashkë mirë sikur në Kosovë. Tash këtu e ka gjetë edhe këtë merr një pagë këgjasi në Suedi.